Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar se Europa duhet të përgatitet për momente të tjera armiqësore nga SBA-ja dhe duhet ta trajtojë atë që e quajti momenti i Groenlandës si një thirrje zgjimi për të çuar përpara reformat e vonuara prej kohësh për të forcuar fuqinë globale të bllokut. Në një intervistë me disa gazeta europiane, udhëheqësi francez tha se Bashkimi Evropian nuk duhet ta ngatërrojë një qetësi në tensionet me Washingtonin me një ndryshim të qëndrueshëm, pavarësisht një pauze në kërcënimet e SBA-s mbi Groenlandën, tregtinë dhe teknologjinë. Macron kërkoi udhëheqësve të BE-s në samitin evropian që do të mbahet të njëjtën në Belgjik të injektojnë një energji të re në reformat ekonomike për të forcuar konkurrueshmërinë e bllokut dhe për të forcuar aftësinë e tij për të përballur me Kinën dhe Shtetet e Bashkuara në skenën botërore. Macron tha se administrata Trump ishte hapur anti-europiane dhe po kërkonte shpërbërjen e BE-s. Ai tha se parashikonte tensione të mëtejshme me administratën Trump, përfshirë rregullimin e teknologjisë digjitale nga Europa. SBA-t në muajt e ardhshëm, kjo është e sigurt, do të na sulmojnë për rregulla digjitale, shtoi Macron, duke paralajmëruar për tarifat e mundshme të importit të SBA-s nga presidenti Donald Trump, nëse BE-ja do të përdorë aktin e saj të shërbimeve digjitale për të kontrolluar kompanitë e teknologjisë. Europa duhet të ishte më elastike përballë një sfide të dyfisht nga SBA dhe Kina, tha Macron. Kemi tsunamin kinez në frontin tregtar dhe kemi paqëndrueshmëri minut pas minute nga ana amerikane. Këto dy kriza përbëjnë një tronditje të thellë, një çarje për europianët, theksoi ai.